Tim mortor. Me idhërim të thellë familja Qafa dhe Alp TV USA njoftojnë komunitetin për ndarjen nga jeta të mikut, nacionalistit, antikomunistit, patriotit, adhetarit, aktivistit, vatranit dhe shqiptarit të shquar në mërgatën shqiptare të Amerikës në Michigan, zotit Kujtim Qafa, që nga mbritja e tij në Amerikë në vitin 68 deri në momentet e fundit të jetës, Kujtim Qafa u shqua si një figurë ndritur që rrezatoi patriotizëm, vlera kombëtare, atë dashuri, integritet dhe fisnikëri. Ai ishte një mbështetës i palodhur i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, duke marrë pjesë aktivisht në protesta, demonstrata, tubime dhe aktivitete kulturore patriotike, por dhe një mik i mirë e i dashur e ndihmues i televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Kujtim Pjetër Qafa ndroi jetë me 31 mars 2025 në moshën 73 vjeçare. Burri i dashur i shaqes, baba i dashur i Prenushit, Afërditës, Manushës, Lon Markut, Kastriotit dhe Adrianit, gjyshi krenar dhe i adhuruar i Albanit, Gjonit, Franceskës, Evës, Markut, Biankës, Xhanës, Sofijes dhe Arias, vëllai të ndjerës Dava dhe i Marias, i Simonit, i Zojës, i Mrikës, Nikolës dhe Gjinas. Vizitat për të ndjerin, familja i pret të premten, në ora 14 deri në orën 20 në Funeral Home Vuce Calcaterra & Sons në Shelby Township, në 25 Mile Road. Mesha e dritës e të ndjerit do të mbahet të shtunën nga ora 9:30 deri në orën 10 në kishën katolike shqiptare të Shëmpalit në Rochester Hills. Dhe varrimi do të bëhet pas meshe në varrezat Resurrection Cemetery. Puna dhe vepra e tij do mbeten të paharruara dhe një burim frymëzimi për brezat. U prefsh në paqe, miku ynë i mirë Kujtim Qafa.